Një prej socialistëve me më shumë eksperiencë dhe një prej deputetëve më të votuar në zgjedhjet e vitit 2025, Erion Braça ka vendosur që përmes një mesazhi në rrjetet sociale të sqarojë disa prej pikpyetjeve që kanë shoqëruar shpalljen e kandidaturës së tij për Bashkinë e Tiranës. Me sloganin Tirana e të gjithëve, Braça ka qartësuar disa çështje. E para që interesi i tij janë parimet dhe shërbimi ndaj qytetit. E dyta të nuk e ka nxjerrë kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama të kandidojë. Dhe e treta, vetë Braça nuk ka folur për kandidimin me kryetarin e partisë së tij. Shikoni, po e vërtetë është, nuk kam folur me Edi Ramën dhe nuk është mungesë respekti për të. Jo, zero. Përkundrazi, unë respektoj Edi Ramën për atë që është kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, partisë time, i pari i barabartë mes të barabartëve në një parti ku antarët, simpatizantët, po edhe më gjërë se sa kaq, të majtët në tërësi, zgjedhin me votë njerëzit që kjo parti dëshiron që ta përfaqësojnë dhe rrugën në cilin të gjithë bashkë duhet të ecë. Braça shoqëroi kërkesën e tij për proces brenda Partisë Socialiste me foton e kopertinës së gazetës së Ri Popullit, e cila në gushtin e vitit 2005 botoi një intervistë Edi Ramës pak muaj para se ai të bëhej kryetari i Partisë Socialiste. Në këtë intervistë Edi Rama theksonte se socialistët duhet të zgjedhin me votë rrugën dhe njerëzit. Një parim që Braça sot e sjell në vëmendje duke theksuar nevojën e një procesi brenda partisë më të madhe të vendit. Procesin që mungon, u bë disa kohë që në Partinë Socialiste ky proces nuk është dhe është zvendësuar me njoftime që vendosen kohë pas kohe në murin e Partisë Socialiste që herë është apo funksionon si kryesi, herë është apo funksionon si asamble e kështu me radhë. Pra, unë vazhdoj të qëndroj të njëjtave parime në këtë parti, veçanërisht atyre nga gushti 2005-s, e natyrisht në funksion të tyre kam ofruar veten time. Erion Braça deklaroi për herë të parë se dëshiron të garojë për Bashkinë e Tiranës në një mbledhje të Asamblesë Partisë Socialiste në njësinë numër 5. Por deri më tani kjo mbetet ambicia e tij personale, pasi Partia Socialiste ende nuk e ka shpallur zyrtarisht kandidatin me të cilin do të kërkojë fitore në kryeqytet vitin e ardhshëm.